Gjykata e Tiranës ka vendosur të lirojë nga qelia 4 personat e arrestuar pas zjarrit që përfshiu një pallat 12 katësh pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, për menaxherin e marketit, administratorin e pallatit, inxhinierin dhe administratorin e firmës së fasadës. Tokat e zeza kanë caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. 4 shtetasit u vunë pranga menjëherë pas ngjarjes, kur flakët që nisin nga fasada e godinës u përhapën me shpejtësi, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa apartamente. Ngjarja ngriti pikpyetje mbi standardet e sigurisë dhe cilësinë e materialeve të përdorura në ndërtim. Ndërkohë, hetimet për zbardhjen e plotë shkaqeve vijojnë. Sipas burimeve hetimore, dyshohet se zjarri është shkaktuar nga pakujdesia e disa të miturve, të cilët janë kapur nga kamerat e sigurisë pranë zonës ku nisën flakët. Pamjet filmike tregojnë 5 të mitur në pjesën e pasme të një marketi, ku 2 prej tyre shihen duke hedhur një objekt të dyshuar si letër mbi disa kuti kartoni dhe më pas largohen. Pak minuta më vonë, në të njëjtin vend shfaqet tym, i cili përhapet me shpejtësi në flak, duke përfshirë fasadën e pallatit dhe duke sjellë dëme të mëdha materiale. Autoritetet pritet të përcaktojnë përgjegjësitë përfundimtare, ndërsa rasti ka kthyer në vëmendje rëndësinë e respektimit të standardeve të sigurisë në ndërtime dhe mbikëqyrjen e hapësirave të përbashkëta.